Nëse je fillestar në botën e kriptovalutave, këtë video ti duhet të shikosh deri në fund. Por edhe nëse një investitor i mahershëm, mund të shikosh këtë video dhe do të mësosh disa sende që ndoshta nuk i din. Shumica e njerëzve në kanalin tim janë fillestarë në botën e kriptovalutave. Pse di këtë informacion? Kur bëj video live dhe më shkruajnë shumica në privat në email e shikojnë nga pyetjet që më parashtrojnë. Çka më nën rreth këtij projekti? Si të hapë një exchange, si të dërgoj para nga një exchange në një exchange tjetër, si të depozitoj para dhe kështu pyetje unë kam në email gati 40-50 pyetje çdo ditë. Dhe normalisht unë nuk kam kohë që të përgjigjem të gjithë pyetjeve. Për këtë arsye do të bëj këtë video dhe nëse doni të mireni me botën e kriptovalutave, ju duhet të harxhoni disa muaj në edukim. Si fillestar në botën e kriptovalutave, çka do të bësh ti? Duhet të gjesh një exchange. Një exchange mund të gjesh në CoinMarketCap ose në një faqe tjetër. E sheh cili është exchange. Normalisht, në shumicën e rasteve duhet të hapësh një exchange. Për shembull, e hap një exchange Binance. Masi e zgjedh në exchange Binance, duhet të verifikohesh me pasaport, duhet të regjistrohesh me emër, me mbiemër, të verifikosh pasaportën, adresën, këto janë hapa fillestare. Masi të verifikosh, vjen hapi i ditë. Duhet të depozitosh një shumë parash, 50 ose 100 euro. Mundesh edhe me 10 euro, nuk ka rëndësi. Nëse je në shtetet evropiane, depozitimi i parave është shumë i thjeshtë. E lidh me një Mastercard ose Visa Card dhe depoziton para në mënyrë shumë të thjeshtë. I ndjek hapet. Por nëse je në shtetet të Ballkanit, për shembull Maqedoni, Kosovë dhe Shqipëri, depozitimi parave bëhet në mënyra pak më të ndryshme. Mund të bëhet edhe nëpërmjet bankave, por është në një proces më i vështirë. Shumica e bankave nuk e akceptojnë ende. Mund të depozitosh para nëpërmjet njerëzve që kanë exchange fizikisht. Në Kosovë ka po ashtu, në Shqipëri ka dhe në Maqedoni. Shkon ti, ja e parat, ja e 50 euro, ai ti çon 50 euro në vlerën dollar. Ti çon shembull 45 dollar. Dhe i depoziton parat. Por masi të depoziton parat, ti ma heret duhet vetë të mësosh se ka shumë tutoriale që janë falas në YouTube, nuk duhet të ndjekni kanalin tim, nëse menoni se nuk duhet, ka shumë njerëz tjerë që duhet të ndjekni dhe të mësoni se si të depozitoni para. Duhet të dini se kur bëni transfer, shembull USDT për një exchange në një exchange tjetër, ka ndodhur një personi i ka humbur $300 për arsye se kur e ka bërë transferimin e ka zgjedhur rrjetin gabim. Dhe nëse zgjedh rrjetin gabim, automatikisht ti i humbet parat dhe nuk ke asnjë mundësi që ti kthesh parat. Nëse shembull bën transferim USDT, e zgjedh rrjetin Tron, edhe në rrjetin tjetër ku do të depozitosh parat duhet të jetë USDT Tron, jo të jetë USDC. Nëse ti i ngatron këto sene, atëherë ti humbet parat. Masi të depozitosh parat, e ke kryer këtë proces me sukses, ta marrim se e ke kryer me sukses, ke kaluar disa ditë në edukim, atëherë hapi i tretë nuk duhet që të shkojsh në exchange dhe të blesh një token, X token. Ose hapi më i keq që shumica e njerëzve bëjnë, hapi një Telegram ose shkojnë në Discord dhe ndjekin njerëz. Ti kur hin në Telegram dhe Discord, ki plot njerëz që pretendojnë që e din pik për pike se kur do të shkoj Bitcoini nalt dhe kur do të bje Bitcoini. Ato e din fix sipas atyre se ato e din fix se Bitcoini shembull do të bje në $80,000 në datën 25, në 26 do të bëhet $85,000. Dhe ato pretendojnë se janë ekspert dhe normalisht që të vuapin këto informacionet, çka bëjnë? Normalisht kërkojnë një pagesë. Në shumicën e rasteve ka pagesë $200-300 në muaj. Ti duhet t'i paguash këto persona që të bësh antar në Discord ose në Telegram dhe ai ti do të mësoj se si të tregtosh. Në fakt, ai ti do të dërgoj sinjale dhe ti sipas sinjaleve ati duhet të blesh ose të shesish. Kjo është gabimi më i madh që mund të bësh si fillestar. E kam bërë edhe unë. Ti nuk duhet të blesh Discord grupe me pagesë ose Telegram grupe. Ti duhet të ulesh në laptop, në kompjuter dhe duhet të harxhosh disa ditë dhe ti mësosh këto sene vetë, ngadalë, ti mësosh vetë. Nuk duhet të paguash asnjë person. Nëse investon disa ditë, atëherë vjen në një proces ku ti disa ditë, ndoshta duhet edhe disa muaj. Atëherë ti duhet të jesh i vetëdijshëm vetë
dhe ti duhet vetë të vendosësh ti duhet të jesh në një fazë ku duhet të vendosësh vetë se kur do të blesh një token dhe kur do të shesësh. Por që të mrish në këtë fazë duhet të humbosish disa muaj në edukim. Do të jap disa këshilla që unë i praktikoj, për shembull kur unë blej një token dhe pse blej këtë projekt ose pse nuk duhet ta blej. Këto janë këshilla fillestare. Ka shumë sene. Shembull, unë kur hi në një projekt ose duhet që të blej, sendi parë që e shoh është timi. A është tim anonim ose është timi me emën dhe mbiemër. Sendi ditë e shikoj projekti a ka max supply. Nëse një projekt ka supply pa limit, unë automatikisht nuk e blej. Edhe nëse projekti po ashtu timi është anonim, për mua është kjo red flag dhe nuk blej. Sendi tret e shoh që projekti çfarë problemi zgjedh. Çfarë është ai problemi që nuk ekziston në treg që ato do të zgjedhin, ose është një problem që ato e kanë krijuar dhe përsëri ato e bëjnë një zgjedhje. Domethënë problem që nuk ekziston. Në shumicën e altcoinsave, shumë projekte zgjedhin probleme që në fakt nuk ekzistojnë. Sendi 4 që unë hi e shoh është website. Nëse një projekt që është stabil, një projekt që pretendon se do të bëjë një të ardhme dhe të zgjedh një problem shumë të rëndësishëm, nëse ato persona nuk kanë investuar në një website të mirë, të rregulluar, por e kanë bërë shpejt për disa orë, atëherë unë e largohem nga ky projekt se kjo është red flag. Nuk mundet të ti të zgjedhësh një problem shumë të madh, por ti nuk ke pasur kapacitet, nuk ke pasur fonde, nuk ke pasur kohë që të rregullosh website-in në mënyrë profesionale. Automatikisht largohem. Nëse ai projekt hi unë për shembull në X ose në Telegram ose në X në shumicën e rasteve, ka 100.000 followera ose 200.000. Dhe shoh në aktivitetin ka 10 like, 5 like ose se në X sheh edhe sa vetë kanë bërë post. Nëse ti ke 100.000 followera, ti duhet të kesh aktivitet. Nëse s'ke do më thënë followera ti ke ble, për mua është red flag. Nëse një projekt kur hin, ai projekti duhet të ketë një roadmap, duhet të ketë roadmap se çdo muaj, çdo kvartall ose çdo vit se çka do të bëjë projekti. Nëse shembull 2025, 2026 e ka pasur që të kryej këtë punë ose të bëj këtë punë ose të listohet në një 4 exchange-at më të mëdha në botë, dhe ti e sheh se koha ka kaluar, ato nuk janë listuar, domethënë nuk e kanë mbajtur premtimin që e kanë dhënë, duhet të largohesh nga projekt. Duhet të shohësh edhe kush kontrollon sasinë e tokenave. Nëse në një projekt, shembull, ka max supply 100 milion dhe 900 milion kontrollon një adresë, automatikisht do të largohesh nga ky projekt. Në shumicën e projekteve, shembull konkret, unë kam investuar para 5 vjetëve edhe kam fituar në këtë projekt, është Baby Dogecoin. Në këtë projekt ti kur blen buy ose sell ki 10% taksa. Shembull, nëse ti blen për $1.000, automatikisht $100 ti merr ky projekt. Është buy tax. Ti blen faktikisht për 900. Dhe ti kur të shesësh për $1.000, ti automatikisht ke shitur për $900. $100 ti ka marr transakcione. Do me thonë, ti nëse ke investuar $1.000, ti nëse shet me $1.200 me 20% rritje, ti e 0-0. Me thonë, kështin 1.000, ke marrë 1.000. Do të kontrollosh se a ka buy dhe sell tax. Ka ndodhur para disa muajve një personi, një shikuesi tem, ka blenë një projekt, ka investuar $5.000, ai projekti ka shku X50, por ai nuk mund ta shes. Çka ndodh? Më shkruan mu privat disa herë dhe unë masi e shoh, e kontrolloj, e shoh që ai person, ai shikuesi jem ka ra prej e mashtrimit. Ka investuar në një projekt ku ka 100% sell tax. Dhe ti atë projekt nuk mund të shesësh. Automatikisht i ke humbur parat. Për këtë arsye, duhet të kontrolloni këto sene. Ka website të posaçme ku kontrollon sa ka taksa, buy dhe sell, por në fillimin e edukimit ju duhet të mësoni të gjithë këto sene. Nëse ti si person, si investitor i përgjegjshëm, nuk je në një situacion që ti të vendosësh vetë kur të blesh një projekt dhe kur të shesësh, ne këshill nga unë, mos u mirë me botën e kriptovalutave se në fund do të humbisish para, do të humbosish nerva, do të jesh shumë nervoz dhe do të dolish nga bota e kriptovalutave i dëshpëruar. Për këtë arsye, nëse je fillestar, investo në edukim.
Sendi i parë që do të bësh të investosh disa ditë në edukim. Të lexosh librin Bitcoin Standard, të kuptosh pse Bitcoini ka vlerë, të kuptosh pse Bitcoini ka vlerë në botën e kriptovalutave. Pse njerëzit blejnë Bitcoin, pse institucionet blejnë masivisht Bitcoin. Kur ti kuptosh këtë sene, atëherë ti do të jesh i gatshëm në një mënyrë që të investosh vetë i pambarur në botën e kriptovalutave. Më mirë është që të harxhosh 1 vjet, 2 vjet në edukim se sa të humbisish para pa pasur nevojë. Faleminderit që shikuat këtë video deri në fund dhe për në fund bëni like këtë video dhe subscribe channelin. Miru pafshim në videon e radhës.